Parat lëvizin papritur. 4 shenja hyjnë në një fazë të re. Kjo nuk është një javë e zakonshme për parat. Energjia financiare po lëviz në mënyrë të papritur dhe disa shenja do ndihen të shtyra drejt vendimeve që nuk i kishin planifikuar. Nuk flasim për fat të rastësishëm, por për pasojat të zgjedhjeve të kaluara që tani fillojnë të japin rezultat. Nëse je një nga këto shenja, kjo javë kërkon vëmendje, maturi dhe zgjuarsi financiare. Bricjapi. Kjo javë shënon një pikë kthese në mënyrën si po e menaxhon sigurinë financiare. Një përgjegjësi e re ose një mundësi konkrete të shtyn të mendosh më seriozisht për të ardhmen. Në punë, një vendim i marrë më herët fillon të jap rezultat, edhe nëse jo menjëherë në formën që prisje. Financiarisht, është moment për ristrukturim, jo për rrezik. Një pagesë, ofertë ose lajm mund të vijë papritur dhe të kërkojë reagim të matur. Emocionalisht, ndjen presion për të qenë gjithmonë nën kontroll, por kjo javë të mëson se fleksibiliteti është po aq i rëndësishëm sa disiplina. Nëse ke menduar të investosh, bëje vetëm pas analizës së plotë. Parat këtë herë nuk vijnë nga nxitimi, por nga zgjedhjet e zgjuara. Nëse ruan qetësinë dhe vepron me strategji, kjo fazë hap një rrugë më të qëndrueshme financiare për muajt që vijnë. Binjakët. Lëvizjet financiare këtë javë lidhen drejt për drejt me komunikimin dhe informacionin. Një bisedë, mesazh ose propozim mund të hapë një derë që nuk e kishe konsideruar më parë. Në punë, fleksibiliteti yt bëhet avantazh, por duhet të shmangësh shpërndarjen në shumë drejtime. Financiarisht, ka mundësi për fitim të shpejtë, por vetëm nëse je i kujdesshëm me detajet. Një pagesë e vonuar ose një marrëveshje e papërfunduar mund të zgjidhet papritur. Emocionalisht, kjo javë sjell dilemë me sigurisë dhe dëshirës për ndryshim. Mos merr vendime nën presion. Nëse përdor logjikën dhe jo impulsin, parat fillojnë të rrjedhin më lehtë. Kjo fazë të mëson se zgjuarsia financiare nuk është vetëm të fitosh, por të dish kur të ndalosh. Një zgjedhje e mençur tani ndikon pozitivisht në stabilitetin tënd afatshkurtër. Akrepi. Presioni financiar që ke ndjer prej kohësh fillon të marrë një formë më të qartë këtë javë. Një situatë që ka qenë e paqartë ose e fshehur del në dritë dhe të detyron të marrësh qëndrim. Në punë, një vendim i vështirë lidhet drejt për drejt me paratë dhe sigurinë tënde afatgjallë. Financiarisht, kjo nuk është javë për rrezik, por për strategji. Një pagesë, detyrim ose marrëveshje kërkon vëmendje maksimale ndaj detajeve. Emocionalisht, mund të ndjesh ankth të lehtë, por kjo vjen nga dëshira për kontroll absolut. Kjo javë të mëson të lëshosh atë që nuk varet nga ti nëse vepron me qetësi dhe nuk ndjek impulsin, parat fillojnë të stabilizohen. Një ndryshim i vogël në mënyrën si menaxhon burimet sjell përfitime më të mëdha se sa pret. Besoj intuitës, por mbështetu edhe te faktet konkrete përpara çdo hapi financiar. Peshqit. Energjia financiare për ty këtë javë lidhet me ndjeshmërinë dhe intuitën, por kërkon edhe realizëm. Një ide kreative ose një dëshirë e vjetër për të ndryshuar mënyrën e fitimit të parave rikthehet në vëmendje. Në punë, një situatë kërkon të vendosësh kufi, sidomos nëse ke dhënë më shumë se sa ke marrë. Financiarisht, ka sinjale për përmirësim, por vetëm nëse ndalon të shmangësh realitetin. Një pagesë e vogël ose ndihmë e papritur mund të vijë si lehtësim. Emocionalisht, kjo javë të shtyn të kuptosh se siguria nuk vjen vetëm nga paratë, por nga mënyra si i përdor ato. Mos u nxit nga premtimet e bukura pa baza. Nëse zgjedh qartësinë dhe përgjegjësinë, kjo fazë hap një cikël më të qëndrueshëm financiar. Një vendim i mençur tani të çliron nga pasiguri që të kanë ndjekur prej kohësh. Paratë këtë javë nuk lëvizin rastësisht. Ato reagojnë ndaj zgjedhjeve, durimit dhe mënyrës si secila shenjë po e menaxhon vlerën e vet. Nëse je një nga këto shenja, mos vepro nga frika dhe as nga nxitimi. Kjo është javë për zgjuarsi financiare. Komento shenjën tënde. Like nëse e ndjen këtë energji, abonohu për parashikime javore. Shpërndaje me dikë që duhet ta dëgjojë këtë mesazh.